Jemi rikthyer dhe në fakt që sapo ndoqet edhe një biografi të shkurtër edhe për piktorin dhe mësuesin Muhamet Idrizit, të cilin tashmë e kam këtu në studio dhe sigurisht që do të flasim për të gjithë rrugtimin e tij artistik, por gjithashtu do të prekim pak edhe profesionin e tij sigurisht si mësues. Përshëndetje Muhamet, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Prizma. Faleminderit Ilmia për ftesën, është kënaqësi ime. Faleminderit shumë. Unë dua të fillojmë, domethënë nuk dua të flasim vetëm për ekspozitën, sepse do të ndalemi sigurisht tek ekspozitat e fundit në fakt që ke pasur, sepse ke lëvizur me ekspozitën që e ke pasur dhe ke lëvizur në disa vende, ke filluar në Kumanove, më pas edhe në Gostivar. Do të ndalemi edhe aty, megjithatë dua që të fillojmë prej në fillim, prej rrugtimit tënd, kur ka filluar rrugtimi yt artistik. Për të gjithë ato të cilët nuk të njohin vetëm mbase si piktor, por që nuk e din të gjithë rrugtimin tënd. Kështu që do doja të fillojmë prej fillimi. Më thuaj pak si ke nisur me pikturën, kur ka qenë ato hapat e para, ka qenë diçka që e ke dashur që fëmijë apo ke filluar më vonë dashurinë për pikturën? Ne si fëmijë në familje kena trashëgimi nga familja e nënës time, të ndje, të gjithë në familje vizatojmë, por unë pata kënaqësinë që të vazhdoj dhe të kryj Akademinë e Arteve në Tetov. Përndryshe, si fëmijë është vërejtë talenti im edhe nga arsimtarët, më tutje edhe në shkollimin e mesëm nga profesorët. Dhe pa hamendje kisha dëshirën të vazhdoj Akademinë e Arteve në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Në vitin 2005 u regjistrova në vit të parë. Ishte një periudhë shumë e mirë e këndshme për arsye sepse për ndallim nga shkollimi fillor dhe i mesëm, aty kishim më tepër material për të mësuar dhe për të studiuar drejtimet e artit figurativ. Dhe mësandej, me kënaqësinë më të madhe, kisha dëshirë të vazhdoj studimet master në Universitetin Shën Kirilli dhe Metodi në Shkup. Në vitin 2019 kam mbaruar në klasën e profesor Jovan Shumkovskit, drejtimi pikturë. Dhe kjo ishte një piknisje se si filloi rrugtimi im që nga fëmijëria deri te Pra sigurisht, ke vazhduar edhe studimet. Megjithatë e doje, duke qenë se e përmende nënën tënde, ajo ka pikturuar më herët, ka qenë apo e ka dash vetëm ka vizatuar në shtëpi dhe e ke parë dhe aty të ka lind mbase edhe dashuria për pikturën. E vërtet, nga periudhat se si e dim më herët si ka qenë shkollimi i gjinisë femërore, ajo ka qenë një vizatuese shumë e mirë dhe thuhet se që nga mbarimi i shkollës fillore kanë kërkuar që të vazhdojnë shkollimin e mesëm dhe më njëherë të fillon dhe si arsimtare e artit figurativ, por si që dim në ato rrethana të atërshme nga si ka qenë e paragjikuar gjinia femërore dhe kështu nuk ka mund të vazhdojnë. Ka qenë një vizatuese e rregullt, shquhet në familjen tonë për vizatimet e saj të cilët i ka bërë familjarëve, por edhe neve si fëmijë, dhe ajo ka qenë si motiv shtesë për të vazhduar unë të merrem më tepër me art. Pasi arti është një e lindme, po nuk e patë 1% talentin është e kotë në qoftë se mundohesh, por nuk është ajo nga një familjar, nga një trashëgimi. Shumë e vërtet në fakt, sepse i do të dyja, e do punën, por do edhe një pikë talenti. Nëse se ke talenti, nuk mund ta fillosh punën. Sigurisht the, domethënë që nga nëna jote, ajo nuk ka pasur mundësi, megjithatë ti ke shkuar në hapat e saj. Kënaqësia ime ishte që unë të vazhdoj dhe të arrij atë të cilën nuk ka mundur ajo në ato kohë të vështira. Ke dashur ta përmbushesh atë që ajo nuk e ka arrit për ta sjellë ti sigurisht. Dhe kjo është gjë shumë mjaft interesante në fakt, sepse edhe ti besoj që e ke bërë zgjedhjen e duhur, mendon që e ke bërë zgjedhjen e duhur me këtë drejtim që ke shkuar apo? Mendoj, duke e parë tash veten time duke u ekspozuar për galeri të ndryshme, në për qytete të ndryshme, nga se kjo është ekspozita e 7, të cilën para disa ditëve e hapa në Qendrën për Kulturë në Gostivar. Kjo më përmbush edhe më tepër, më kompleton si artist, si njeri, si piktor në këtë drejtim. Shumë e vërtet, në fakt, ekspozita e 7 personale, apo? Ke pasur ekspozita të tjera të cilat i ke pas në bashkëpunime? Shumë.
kolektive kemi pasur dhe vazhdojmë të kemi, por më tepër ju kam kushtuar të kem ekspozita personale. Më ndryshe është besoj për artistët, sepse njohin artistin më mirë pikërisht kur vin për ty dhe të njohin ty si artist. Në ndërkohë sigurisht edhe shikuesit kanë mundësi që të shohin edhe fotografit nga ekspozitat, fotografit të cilat na ke dërguar. Megjithatë unë dua të vazhdoj sigurisht për tek pjesa e rrugtimit tënd. Nëse a ka ndonjë vizatim ose ndonjë pikturë që të ka vendosur, le të themi qoftë në shkollë fillore apo në gjimnaz, që ke thënë edhe ti, por edhe të tjerët në fakt kanë thënë që ti ke talent dhe duhet patjetër të vazhdosh pikturën. A e mban mend pak a shumë ajo piktura që mbase ishte piknisja e çdo gjëje? Ka disa, por më kujtohet në patronatet të shkollës kur ekspozoheshe me punime kushtuar festave dhe kishte punime të cilat ishin të bukura nga të gjitha nxënësit, por ishte një pikturë, një vizatim i bukur dhe aty sikur kur u vëndu në mur, arsimtari atëhershëm e tha se Muhameti pretendon më tepër ose është një hap pak më shumë, sepse u disht nga nxënësit tjerë, sepse unë isha ai i cili çdo herë nxjerrsha nga situata kur ishte diçka për të vizatuar më shpejt dhe siç është te secila klasë. Dije se njëri vizaton më bukur, më mirë dhe të gjithë vërsulën dhe kanë dëshirë t'i kryjnë punë. Ishte evidente ajo dhe pikturat e mia, vizatimet ishin çdo herë, më njohin ato që nga familja dhe në shkollin të mesëm, sepse ishin pikturat e mia ato të cilat dalloheshin nga nxënësit e tjerë. A të thonin edhe shokët, na bëj këtë pikturë dhe pastaj arsimtarët e verinin, besoj që ka qenë e bërë nga dora jote. Kishte shumë raste të tilla, pasi edhe unë ndihesha në siklet, pasi arsimtarët ose profesorët çdo herë shikimin e kishin nga unë dhe sikur më myrshin inat nga ajo se por shoqëria është shoqëri, kështu që nuk mundesh në njëri ti kthesh dhe mos t'i krysh në një punë. Pra të kam bërë, në një farë mënyrë të kam bërë edhe problema, po sepse nëse arsimtarët të marrin inat, të kam bërë problem. Sigurisht. Po, a ndodh sot, duke qenë se tash ti je në rolin e arsimtarit, në rolin e mësuesit, a të ndodh që të shohësh për shembull dikush që është më i talentuar në klasë dhe faktikisht ajo bën vizatime të gjithëve dhe ti sigurisht që e vërin këtë gjë. Sigurisht. Cilat janë reagimet e tua në këto raste? Reagimet e mia janë shumë normale, pasi që unë e thash se kur unë në moshën time si nxënës e kam bërë këtë të cilën të themi, padyshim se nuk është e mirë ajo, secilin duhet të mundohet spaku në atë mundësitë e veta të paraqet punimin ashtu siç dim. Por kështu është në shkollimin fillor të mesëm më tepër pritojnë, nuk kanë të gjithë talent dhe çdo herë shkon nga ata të cilët më tepër vizatojnë dhe e shoh, është evidente sepse vërehet, por shumica e rasteve ka nxënës të mirë që vizatojnë mirë. Po, sigurisht. Por që i kupton, në një farë mënyrë edhe i kupton, sepse ke bërë edhe vetë këtë hile, le të themi, kështu që kuptohet edhe kjo. Nxënësit shpesh e shohin rrugën më të thjeshtë ose më të lehtë për t'i bërë gjërat, sepse mendoj që në shkollë fillore dhe në të mesme nuk është ja din shumë vlerën edhe shkollës, se ku do t'i çoj shkollat të nesërmen. Megjithatë, e kemi kaluar të gjithë këtë, kështu që do po alëm edhe këtyre fëmijëve që ta kalojnë këtë, sigurisht. E përmendem sigurisht që ti ke qenë në Tetov, ke mbaruar pra studimet deri diplomike në Tetov, më pas edhe master në Shkup. Si ka ndikuar edhe këto studime, sepse e the që ka qenë më avancuar, ndryshe nga shkolla fillore dhe gjimnazi, sigurisht që në Fakultetin e Arteve ka qenë shumë e avancuar. Si kanë krijuar edhe, si kanë ndikuar në fakt edhe këto fakultetet, le të themi, shkolla që ke bërë, për të krijuar një imazh në kokën tënde se çfarë do të vazhdosh, sepse me sa shoh në pikturat e tua ka shumë ngjyra, ka dritë, domethënë, prandaj edhe ekspozitën e fundit e ke quajtur edhe metamorfoza e dritës. Si erdhi kjo që ti të fokusohesh te ngjyrat edhe jo në diçka tjetër? Në Fakultet të Arteve në Tetov ka qenë baza, fillimet e para, siç e thekëm më herët,
dhe çdo herë me punën e palosme të profesorëve tanë, të cilët i përshëndes në Fakultetin e Artit në Tetov, me punën e palosme të tyre ne çdo herë ishim të motivuar për të punuar, për të kërkuar edhe më tepër, për të studiuar edhe më tepër degët e artit figurativ, pasi ne në atë kohë kemi qenë në drejtimin pedagogjik, ku 3 vitet e para kena mësuar të gjitha drejtimet e artit figurativ, ndërsa në vit të 4 ishte përzgjedhja se kush do të vazhdon në cilin drejtim do të drejtohet për në të ardhmen. Unë padyshim kam zgjedhur pikturën, nga se thash që nga fëmijëria ka qenë tërheqja ime më tepër te ngjyrat, dhe kështu ka vazhduar rrugtimi i vazhdueshëm në Fakultetin e Arteve, që ne të formohemi, ne të avansojmë më tepër dhe në të ardhmen që të ekspozohemi me ekspozitat tona të personale. Masandej, padyshim se edhe Fakulteti në Shën Kirill dhe Metodhi, Fakulteti i Arteve, ka qenë një shtisë edhe më tepër, pasi një periudhë disa vite pas mbarimit të studimeve, kam vazhduar me studimet master, ku aty vetëm ishim pak më të pjekur në drejtimin e artit figurativ, kishim më tepër njohuri dhe njiheshim më tepër me veten dhe me krijimin tonë, dhe ishte diçka më e lehtë për ne si artist, pasi që veç më kishe filluar të merresh me piktura, po? Sigurisht, kishim filluar, u diste se çka, unë jam piktori i cili punoj peizazhin, çka kërkoj nga peizazhi, çka dua të sjell te publiku e kështu me radhë. Ajo ishte vetëm një përmbledhje rreth veprave të cilët ne i paraqesim. Duke qenë si edhe mësues ne e përmendëm, sigurisht edhe arsimtar, si të ndikon edhe kjo pjesa, ose si e balancon le të themi edhe të qenerit mësuesi përkushtuar edhe në pjesën e ligjerimit apo mësimit, por në të njëjtën kohë edhe të kesh të ndash kohë apo hapësirë edhe për të krijuar gjëra të reja, sigurisht. Si ndikon edhe kjo, si të ka ndikuar, a të ndihmon, a të frymëzon edhe mësimdhënia, apo ndonjëherë edhe mund të ndodhë që edhe të pengon, sepse nga ajo që je çdo ditë në shkollë dhe merresh me fëmijët, mbase nuk të mbetet shumë hapësirë edhe kohë edhe për të krijuar piktura të reja. Jo, në fakt, mua vetëm se më ka motivuar më tepër puna në arsim të cilën e bëj, pasi që fati im ishte që pas studimeve të filloj me njëherë me punë nga viti 2009, në vitin 2009-10 shkollor, fillova me punë si mësimdhënës, dhe ndoshta ka qenë kjo një nga arsyet ose përmbledhja ime si artist, sepse nga ajo kam mësuar shumë më tepër se si duhet një njeri të jetë i përkushtuar, si një njeri të jetë me orar të caktuar, me orë të caktuar. Ndoshta, po mos të ishte kjo, ndoshta se një artist i pavarur do të kalonte ndonjë vit më tepër, dhe unë nuk do të mundesha të paraqitem si piktor me ekspozita personale. Ndërsa motivi me nxënësit është i pashtershëm, çdo herë ajo të cilën mua më motivon të paraqitem me ekspozita të ndryshme, pasi puna të cilën e bëjmë me nxënës është e jashtëzakonshme, sepse secili nxënës është artist në vete, dhe me të vërtetë, të them të drejtën, po mos të ishte shkollimi ose mësimdhënia, unë mendoj për veten time nuk do të kisha arritur me ekspozitat, me sukseset e mia deri këtu. Ka qenë një përmbledhje e imja si Muhamet, si piktor. Pra ka qenë një shtysë edhe fakti që ti në fakt sapo ke mbaruar edhe studimet je punësuar në arsim, ka qenë një shtysë, edhe besoj që është edhe një shtysë edhe kur e sheh që nxënësit tuaj sigurisht që marrin më shumë le të themi mësim, ose kur ju shohin ju me ekspozita personale, besoj që për ato është një lloj frymëzimi, sepse përveç asaj që e mësojnë në shkollë, kur ju shohin që ju po dilni në ekspozita personale dhe po vlerësohet në fakt edhe puna jote, besoj që është edhe një lloj frymëzimi, apo kështu që kjo të frymëzon mbas edhe ty pastaj në anën tjetër për të krijuar. Pasi që
nuk është më kënaqësi për nxënësi që të vizitojnë një galeri dhe konkretisht të shef pikturat e arsimtarit të tij. Kështu që nuk mungojnë asnjëherë vizitat nëpër galeri të ndryshme, por kënaqësia e madhe është kur nxënësit vizitojnë një ekspozitë të arsimtarit, pasi që tash është ekspozita e tretë në qytetin e Kumanovës dhe kënaqësia e madhe kur shoh edhe kolegët e mi të cilët kam një mbështetje jashtëzakonshme për punën të cilën e bëj dhe kjo më motivon edhe më tepër. Kur shoh se ata ndihen mirë si kolega, por edhe nxënësit me punën të cilën arsimtari e sjell dhe kolegu. Sigurisht, sepse siç thash, ato e marrin frymëzimin dhe besoj që ju ndikon edhe atyre deri diku, dikush që mbase ka dyshime ato vazhdoj për pikturën apo jo, mund të marrë frymëzimin se të shoh që pas ka diçka edhe nga kjo. Cila është një këshill që mbase ju a jep fëmijëve që ti nuk e ke marrë ndoshta si fëmijë në shkollë ose në përgjithësi, te ato fëmijët të cilët mbase kanë pak më shumë talent dhe që janë në dyshime për të vazhduar apo për të mos vazhduar me pikturën. Cila është një këshill që ti do ju ja jepi apo ose ju a jep në fakt edhe nxënësve, një këshill që ti nuk e ke marrë në atë kohë, por që ka qenë e nevojshme ta marrësh? Ilmia, të them drejtën, ne në shkollimin fillor dhe të mesëm kemi pas shumë pak material në teori kushtuar lëndës së artit figurativ. Sot janë si librat, janë edhe kushtet më të mira. Kushtet më të mira, janë platforma digjitale, kemi shumë arsye për se çka është arti figurativ. Unë të them të drejtën, kur sqaroj dizajnin si drejtim, nxënësit habiten ku gjithçka është dizajn në jetën tonë, veshbathjet, mobiljet, gjithçka. Dhe i pyes, dini se kush është njeriu i cili ka dhënë këtë formë të cilën ne krenohemi kur e blejmë, kur e veshim, kur jemi në atë ambient, dhe ata nuk dini. Thëmë një artist, një njeri i artit figurativ, i quajtë dizajner. A i cili vizaton, skicon, dhe masandej ideja ati del në treg dhe ne ndihemi shumë bukur kur e blejmë ose kur e veshim. E i thëmë, para mendoni se si ndihet ai kur shef se sa shumë dizajni i tij është i pranishëm në rruzullin toksor të kudo që është. Dhe kjo është një motiv më tepër duke i motivuar, sepse te ne ka qenë si tabu arti figurativ, mendojmë se vizatojmë ndoshta vetëm një natyrë, diçka shpend, kafsh. Arti figurativ është një botë në vete, ku i përmendat gjitha këto të mira. Dhe kjo është ajo të cilën unë çdo herë i them nxënësve vazhdoni, sepse pse ju nesër të mos jeni ata të cilët të nxjerrni diçka nga ju, që njerëzit të cilët të ta blejnë ose të ta kenë, është prodhimi juaj. Sepse shumë e vërtet. Kjo është diçka që për fat të keq në atë kohë nuk na sqaruar, sepse kanë qenë edhe rrethana të tilla, por sot nga se jeni në një botë teknologjike, një botë e avancuar shumë në rrjetet sociale kështu me radhë, dhe duhet të dinë se kush është ky faktori i cili ne ndihemi shumë komod duke parë këta. Janë artistët, janë dizajnerët, ata të cilët sjellin këtë bukuri të cilën ne ndihemi shumë mirë kur e kena. Shumë e vërtet në fakt dhe pas ke gjetur shumë mënyrën e duhur për t'i motivuar, besoj, sepse e vërtet kjo që po thua, sepse besoj që në çdo mur, kudo që shkon, në çdo mur të paktën ka një fotografi të një artisti, një pikturë të një artisti. Edhe në këtë studio, pjesa më e madhe e gjërave në fakt që janë këtu janë art, të cilat janë bërë nga një artist. Kështu që e pas ke gjetur mënyrën e duhur për t'i motivuar në fakt edhe për të vazhduar, sepse e shohim pak, nuk e di si është, duke qenë se punon me fëmijë, mund të më tregosh si e shohin fëmijët këtë pjesën e pikturës, sepse jetojmë në një kohë ku teknologjia sigurisht ka përparuar dhe edhe pse ka përparuar dhe ka mundësi të shumta, përsëri i shohim të rinjt që po fokusohen vetëm në disa drejtime të caktuara dhe ka disa drejtime që nuk i vazhdojnë, po i injorojnë komplet. Si është edhe për pikturën, për vizatimin, si e sheh ti, kanë interesim të rinjt për të vazhduar, për të mësuar diçka më shumë? Interesimi është i madh, por thënë të drejtën dhe në shkollimin e mesëm, sikur se zbehet ai interesimi që ne e shohim të nxënësit fillor dhe të mesëm, ndërsa në shkollimin e lartë, sikur
pritoj nga këto drejtime të cilit i cekëm si piktura dhe disa drejtime tjera dhe kaloj në drejtime ndoshta që nuk është edhe vet i kënaqur për atë drejtim. Duhet ta ndjekin atë të cilën e ndjen nga brenda dhe kështu vetëm arrihet suksesi. Jo të shkon në një drejtim pasi që shumica e nxënësve ose shokëve të kanë vazhduar ose janë në atë drejtim dhe unë t'ju bashkangjitem sepse nuk do të arrijnë ashtu sukses. Suksesi arrihet vetëm nga ajo të cilën e ndjen nga brenda se për ku je dhe për çfarë ke talent. Shumë e vërtet, në fakt shkojnë me këtë ide që të shkojmë me shoqërinë ose të shkojmë aty ku shkon shumica, po më pas në fakt edhe e shohin që nuk është ajo që duan dhe ka raste shumë kur kanë mbaruar për diçka fakultetin ose studimet i kanë mbaruar për diçka, por që në fund prap janë drejtuar tek ajo që e kanë dashur, kështu që pse të humbin edhe kohë. Muhamet, ne sigurisht do të vazhdojmë bisedën sepse do të dalim tash edhe tek ekspozitat tuaja, në fakt tek ekspozita e fundit që ke pasur, megjithatë do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare e me njëri kthehemi në studio. Jemi rikthyer dhe vazhdojmë të qëndrojmë sigurisht këtu me Muhamet Idrizin, piktorin dhe mësuesin me të cilin flasim sigurisht për rrugtimin e tij artistik, por gjithashtu edhe profesionin e tij në arsim, pra është mësues i artit figurativ. Megjithatë tani do të flasim pak edhe për ekspozitën e tij të fundit, Metamorfoza e dritës, një ekspozitë e cila ka filluar në Kumanov, në fakt është hapur në Kumanov, por që së fundmi gjithashtu edhe në Gostivar dhe që vazhdon të jetë hapur deri në datë 31 dhjetor, kështu që të gjithë ato të cilët duan ta vizitojnë në Gostivar, sigurisht që mund të shkojnë atje, është e hapur. Më thuaj pak Metamorfoza e dritës. Pse ky emër, çfarë përfaqëson edhe drita, metamorfoza në këtë krijimtari? Ilmie, unë si artist shquhem për peizazhe reale, por tash me këtë ekspozit pak kena jena shfaqur pak më ndryshe, pasi që nuk është figuracioni si që janë mësuar të shohin të pikturat e Muhamet Idrizit, nuk është objekti, por është ngjyra, është drita. Sepse çdo herë ne mundohemi të paraqesim të bukurën, por ne artistët dimë që të paraqesim edhe jo të bukur, jo të përsosurën, sepse nuk ka diçka jo të bukur në natyrë, por jo të përsosurën. Pasi që jam munduar që të bëj një metamorfozë të natyrës që ku më tepër të flas drita, se sa figuracione ose një objekt në pikturë. Kjo ishte ajo të cilën unë kam dashur të paraqes dhe pse kam zgjedhur Metamorfoza e dritës, pasi që në veprat e mia nuk është paraqitur vetëm një natyrë e bukur me lule, një natyrë e bukur me pamje madhështore, por është një pikturë e cila aty shihet diçka, një stuhi, shihet një grumbullim shkure, thera, ku ne artistët dimë të paraqesim përmes ngjyrës, përmes shprehjes së lirë, të paraqesim edhe atë pamje për publikun të jetë e bukur, të jetë e këndshme dhe të shep. Nga pikturat të cilët i pam, po të them të drejtën se 60% pikturave, pamjet të cilët janë ndonjë natyrë që njerëzit në jetën e përditshme as nuk lëshojnë sytë, pasi që jemi mësuar që të shohim ose të mahnitemi vetëm nga ajo e bukura, pse të ne është në numër të pakët ajo të cilën e dojmë dhe e kemi, dhe them të drejtën mundohem që çdo herë të paraqes edhe atë të cilën e ceka më herë, që të cilën nuk vërehet nga njerëzit dhe të shohin dhe të kuptojnë përmes veprave të cilët ne paraqesim. Shumë e vërtet në fakt, sepse shpesh ne nuk i shohim gjërat që janë në natyrë, ne nuk i shohim me syrin tonë të lirë, por që në momentin që një artist i vendon në pikturë, ne atëherë kuptojmë se çfarë ka natyra, gjërat e bukura ose gjërat që nuk janë edhe të bukura ose nuk janë të përsosura në natyrë, atëherë mundohemi që t'i shohim dhe besoj që edhe në pikturat tuaja çdo kush e merr në mënyrën e vet atë që e sheh, apo andof ajo. Cilat ishin komentet të cilat i ke marrë më së shumti nga kjo ekspozitë? Komentet ishin pasi ngjyrat janë shumë të pastër. Janë ngjyra të ndesta, është drita, është diçka që ajo i tërheq shikuesit. Dhe çdo njeri afrohet dhe shef ngjyra dhe kërkon atë të cilën don ta paraqetë autori. Kjo ishte kënaqësia ime, pasi që secili shihet se e kërkon atë të bukurën. Edhe te ajo të cilën e ceka se ndoshta nuk është edhe aq e bukur themi në jetën reale, por ne artistët dimë përmes ngjyrës, përmes gjuhës së artit figurativ të nxjerrim dhe të paraqesim
atë që si dim ne artistët. Sigurisht, edhe ato emocionet base që i keni pasur për një natyrë ose për një objekt qoftë çfarë do lloj qoftë, domethënë ato emocionet që ju si artisti keni i shfaqni aty përmes pikturës dhe siç thash pastaj çdo kush e merr personale, besoj ato emocionet i merr çdo kush personale. Sa kohë të është dash, sa piktura kanë qenë? 20 piktura nëse s'gaboj apo? 20 piktura kanë qenë, pasi disa janë në format më të vogël. Ishte numri edhe më i madh i pikturave, 20 piktura në këtë ekspozitin e paraqitur me teknikën akril. Është një teknikë e cila na jep mundësinë që më lirë dhe më shpejt të arrijmë deri te ajo finale. Po. Sa kohë të është dashur për ta përgatitur për të përfunduar gjithë këto piktura? Sa kohë ke që përgatitesh për këtë ekspozit? Ekspozita e fundit ishte në vitin 2022. Pra, po thuaj se 4 vjet më tash, mëse po hym në vitin tjetër, pa. Ati. Njerë filluam me skica dhe mas andej nga skicat pam se del diçka e bukur dhe filluam në formate më të mëdha. Pra do kohë për të përgatitur për një ekspozit të tillë, sigurisht që do kohë, sepse njerëzit mund ta shohin që mendojnë që ti ke pikturuar çdo ditë nga një dhe ke mbaruar për një muaj ose diçka, por që në fakt ja ku ndodh që edhe vite të shkojnë për të përfunduar një ekspozitë apo. Një ekspozitë e suksesshme duhet patjetër që të kalojnë spaku 2 vite, mendoj unë. Në vërtet. Se ndonjëherë artistët sa punojmë një vepër, mendojmë se është krije dhe pas një kohe kur shohim ka diçka më dhe prapë fillojmë të. Kështu që do një periudhë kohore se vetë artisti vëren ato lëshimet të cilet janë bërë. Dhe pse çdo herë piktura kërkohet çdo herë më shumë, por ndonjëherë e dim se ku është ajo stopi, ajo ndalesë. Kur mbaron. Pra të ka ndodhur që për shembull e ke filluar një pikturë, e ke lënë deri në gjysmë, le të themi, ose ke menduar që e ke përfunduar, ke filluar me diçka tjetër dhe pastaj je rikthyer përsëri te ke para, apo dhe ke përfunduar edhe diçka më shumë. Është vërtet, na ndodh shpesh. Na ndodh shpesh, për atë është një periudhë spaku 2 vite më tepër është për dalë me një ekspozitë të suksesshme. Çfarë ndodh në këto momente kur për shembull ti mendon që ke përfunduar, a është nga ajo që kalon koha dhe shef gjëra të reja dhe pastaj i rikthesh dhe shef që nuk ka përfunduar, ose çfarë ndodh në këto momente, sepse në moment që dikush mendon që ka përfunduar dhe ju në fakt i riktheheni përsëri dhe thua jo, s'është ajo që dua. Edhe ne mendojmë se ka përfunduar derisa jena të ngopur nga ajo pikturë, pasi që është shumë e nevojshme që pikturat kur dalim me ekspozitë ose kur fillojmë të paraqesim ose të ekspozojmë një ekspozitë, ne fillojmë disa piktura. Ku ndalemi pak në një pikturë, pak në një, sepse po të fokusohesh vetëm në një pikturë ti mendon se është krye dhe çdo herë nga pas ti vëren se ke lënë diçka mangët. Dhe është e mirë, flas personalisht unë si piktor, fillojnë disa piktura dhe gradualisht shoh se ku ka nevojë një ndërhyrje. Të ndërhyrje, po. Ndodh shpesh herë që të intervenojnë në vepër. Nëse i ke për shembull 3 piktura të cilat punon njëkohësisht tek të treja, si e merr motivimin ose ku e gjen edhe në përgjithësi, jo vetëm në këtë rast, por edhe në përgjithësi, ti si Muhamet, si piktor, ku e merr motivimin për t'i bërë, sepse nëse janë 3 piktura të ndryshme dhe tek njëra duhet të shtohen disa ngjyra, tek njëra është natyra, tek njëra është diçka tjetër. Si futesh, si është ajo pjesa e imagjinatës tënde kur futesh në atë botën e njërës prej pikturave, pastaj duhet të dalish prej asaj të hysh tek piktura tjetër, në botën tjetër? Ja, këtu si shohim pikturat, ne zakonisht kur fillojmë përgatisim ngjyrat të cilat ne mendojmë të paraqesin spaku 1 ose 2 piktura. Dhe i formsojmë, i përgatisim ngjyrat, i kombinojmë dhe shkojmë në 2-3 piktura të paraqesim ngjyrat të ngrohta, ku dominon ngjyrat e ngrohta, ku dominon ngjyrat e ftohta në disa. Dhe kështu vërehet një laramani, një harmoni e disa pikturave që rrin bukur. Dhe kalojmë në vepra tjera ku fillojmë të paraqesim me ngjyra të ftohta, të cilat janë më të kapshme, më të tërheqëse për shikuesit. Dhe kështu mundohemi që në secilën vepër të paraqesim përmes ngjyrave atë laramaninë e ngjyrave. Dhe zakonisht kur vendojmë për të vërejtur pikturat,
se çka vërehet se në disa piktura është paraqitur kjo që këtë dhe ju disa ngjyra të përafërta. Pra, në një ekspozit kur bëhet, mundohesh që të jenë pak a shumë të përafërta, le të themi edhe pikturat edhe ajo që e tregojnë pikturat, apo mos jenë krejt komplet të ndryshme, shembull, ta zëm nëse ke filluar disa piktura me natyrë, mos ketë edhe portrete, apo nuk ka lidhje? Jo, këtu ndahet motivi në ekspozitet e mia është evidente vetëm peizazhi. Ka raste kur ne paraqesim edhe motive tjera, por teme të drejtën motivi qëndron vetëm i njëjtë. Vetëm se ngjyrat mund të ndryshojnë atë pikturë me ngjyra të ngrohta ose të ftohta. Pra përsërisht mbetet aty, nëse ke filluar me peizazh, do të jetë peizazh ajo pikturë. Kjo ka qenë ekspozita e 7, nëse s'gaboj personale. Cili ka qenë, nëse mund ta themi, dallimi me ekspozitat e tjera, sepse ka qenë pak më ndryshe, je fokusuar te drita, tek peizazhi. Cili ka qenë dallimi me ekspozitat e tjera që ke pasur më herët? Dallimi ka qenë sepse këtu, siç e theka më herët, jena paraqitur me diçka abstrakt. Diçka që kërkon më tepër liri. Kërkon motiv, kërkon shprehje, kërkon saktësi, siguri. Kjo ka qenë diçka më tepër dhe më e pranishme te publiku, por edhe te ardashësit. Ardashësit, sigurisht. Sepse, them të drejtën, veprat abstrakte, kohëve të fundit, sikur se pëlqejnë edhe më tepër nga jo profesionistët, pasi që tash në shkoa e internetit edhe është shumë evidente, kemi shumë fotografi të ndryshme nëpër telefon, shumë fotografi të ndryshme ku paraqitet abstrakte dhe them të drejtën sikur ka filluar të pëlqejë edhe më tepër. Flas në rrethin ton, sidomos nga unë ku vi nga qyteti Kumanovës me rrethin, sikur kjo ekspozit ishte diçka shumë interesante. Sepse, siç e theka më herët, janë mësuar të unë të shohin vepra reale. Sepse ekspozitët më para që kanë pas, kanë qenë me vepra reale. Dësa kjo, diçka e kisha frikën sepse a do t'i pëlqejnë. Si do pritej. Të drejta, a do t'i pëlqejnë, pasi që ashtu mendojsha që nuk janë shumë të njohur rreth pikturave abstrakte. Por ishte kënaqësi pasi që u bëreja nga prezenca e tyre e madhe dhe pëlqimi i tyre për veprat e mia. Shumë e vërtet në fakt, sepse shohim edhe tek fotografi që ka pasur shumë njerëz të cilët e kanë vizituar edhe ekspozitën. Besoj që ka qenë edhe vetë ideja, sepse ti e ke pasur atë frikën normal, si piktore ke pasur atë frikën që tashmë janë mësuar njerëzit me pikturat e mia dhe kjo është diçka ndryshe, por që ndonjëherë të gjithë ne duam ndryshime. Duam të shohim diçka ndryshe, kështu që besoj që ka qenë edhe komentet mbase kanë qenë nga më të mirat për shkak të ndryshimit edhe frymës së re që ke sjell në krijimtarinë tënde. Duke qenë se e ke pas këtë ekspozit në Kumanov, më pas ka qenë edhe në Gostivar. A ke në plan ta qarkullosh edhe në vende tjera, mbase në Shkup, në Strug, në qytetet e tjera, ta çosh ekspozitën? Njerë mendoj me lëmiet, mbaroj me fund vitin. Mendojmë nga viti ardhshëm, pse jo ndonjë qendër për kulturë ose ndonjë galeri tjetër. Pse jo, do të thënë deri në 31 dhjetor, në fakt është në Gostivar, po më pas mbase do të vazhdohet. Duke qenë se jemi nga fundi, më thuaj dhe duke qenë se jemi nga fundi i emisionit, po i afrohemi edhe fundit të vitit 2025. Dhe duke qenë se të kam këtu dua të pyes, më thuaj pak si ka qenë ky vit për ty dhe cilat do të ishin mbase ato gjërat që ti do doje që ti marrësh me vete në vitin 2026 dhe cilat do të ishin ato gjëra që do t'i lije në vitin 2025 dhe nuk do të hysh në vitin 2026 me ato? Një vit shumë i lodhshëm, deri në atë ditë kur u shpalosëm para publiku dhe gjithçka u harrua. Them të drejtën, ishte një vit i lodhshëm, një vit intenziv, pasi që ne me këta vepra, siç e pati dhe ju, jemi munduar të paraqesim diçka nga ajo më tepër se sa ne mundemi të paraqesim si artist. Lodhja u harrua atë natë në qytetin e Kumanovës dhe në qytetin e Gostivarit. Them të drejtën, unë dua të marr vetëm atë duartrokiqet dhe pëlqimin e publikut të shikuesve. Pëlqimin e publikut, dashamirësinë të cilën unë e gjeta në dy qendra për kulturë, si në Kumanovë dhe në Gostivar. Ishte kënaqësi për mua që këtë ekspozitë të shpalosi para publikut tim në Kumanovë dhe para publikut në Gostivar.
Ishte një vit I lodhur, por në fund u shpërbli dhe gjithçka. Në fund t'ia vlen. Gjithçka. Në fund t'ia vlen, pra po e mbyll vitin bashkë me kënaqësi sigurisht dhe me shpresën se gjithmonë neve shpresojmë për më mirë, me shpresën që viti tjetër do të jetë edhe më I mirë. Sigurisht që besoj që do të jetë I lodhshëm sepse ti do të vazhdosh, besoj me krijimet e tua, apo do të vazhdosh për të pasur edhe ekspozita të tjera. Muhamet, ne u afruam nga fundi I emisionit, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit, falenderit shumë që ndave nga rrugtimi yt, të uroj shumë suksese edhe me ekspozitat e radhës, ne presim që të sjellësh këtë ekspozit, pse jo, edhe në Shkup ta kemi edhe këtu për të vizituar, ose edhe në qytetet e tjera. Megjithatë, sigurisht që presim edhe ekspozita të tjera të radhës. Unë uroj shumë që edhe viti 2026 të jetë një vit sa më I mbarë për ty, qoftë nga ana personale, qoftë nga ana profesionale. Kështu që faleminderit edhe një herë që ishe pjesë. Faleminderit juve Elmia për ftesën. Ishte kënaqësi një bashkëbisedim me ju si moderatore. Ju faleminderit shumë. Falenderoj televizionin Alsat për mbështetjen që na jepni neve si artist. Faleminderit. Kënaqësia ishte ime. Faleminderit Ignaci edhe për mua gjithashtu.